Ju përshëndes gjithëve, ndodhemi në një pjesë të Unazës Fushkrujës, në pjesën që lidh qytetin e Fushkrujës me Luzin apo për daljen në autostradë për të marrë drejtimin e Veriut. Kjo është pamja e rrugës që qytetarët hasin çdo ditë, jo vetëm mjetet e tonazhit të rënd, por edhe banorët kësaj zone. Është pikërisht shkolla Gjën Luka e Luzit, ajo që shikojmë majtas, dhe kjo është një nga rrugët më të amortizuara jo vetëm të zonës Fushkrujës, por edhe të Shqipërisë. Vetëm shikojmë tani se do kalojnë 2 kamionat në njëra tjetër. Është momenti që të bëjmë thirrje qeverisë që të ndërhyjë në këtë rrugë, se është një nga rrugët më kyçe, më kryesore që vjen qytetin e Fushkrujës me pjesë mirë të Shqipërisë. Është një maks më vete, pra shikojmë nëse do ta kapim nga kjo robat janë shumë të mëdha dhe imagjinoni kur bie shi, po edhe nga ana tjetër vazhdon. Kjo është pika më delikate e kësaj rruge. Ky denoncim shkon për instancat shtetërore, të vendosin dorë sepse të gjithë këto shtëpia që janë këtu, shikojmë janë gjitha këto familje, kanë shumë zhurma. Niveli ndotjes është shumë i lartë sepse ngrihen plura sipër dhe jetesa e tyre është e bërë e pamundur, si majtas për banorët që jetojnë këtu, edhe si djathtas. Duhet ndërhyrje urgjente për të.